Të kene një surprizë për ty, me rastin e ditëlindjes. Nga një vojës se s'ka mjaftu vetëm me të thonë gëzuar ditëlindjen babi, por ka shkruajt edhe një letër me shumë fjalë të bukura dhe me tepër emocione mbrana. Atëherë kjo torta është për ty. Kena edhe disa fjalë zemër me të lexu. Babi, gëzuar ditëlindjen. Sot është një ditë e veçantë për ty, sepse festojmë ditëlindjen tënde. Por larg meje dhe mamit, por aty pranë ke vëllan. Babi, ti je forca ime kur ndihem e dobët dhe e lodhur. Më ke mësuar jo vetëm si të jetoj, por si të dua dhe si të fal, dhe si të jem një njeri më i mirë. Ti je më shumë se një baba për mua dhe Kleon. Je mbështetja jon, forca jon dhe njeri që na ka mësuar kuptimin e vërtetë të dashurisë dhe sakrificës. Prania jote në jetën tonë është dhurata më e çmuar. Faleminderit që më ke mbështetur në çdo hap dhe që ke qenë gjithmonë aty për mua, pa marrë parasysh çfarë do lloj gjëje. Faleminderit që je një baba dhe një bashkëshort i mirë. Jemi me fat që të kemi, babi. Gëzuar ditëlindjen, babi, qofsh gjithmonë i lumtur. Të dua. Të dua dhe të përqafoj nga larg, Ambra.